Martiri që e shndroi kishën në shkollë shqipe. Historia mbjetesës së gjuhës shqipe është e lidhur ngushtë me martirët dhe rënjet e saj. Gjuha shqipe, një nga gjuhët më të vjetra në Evropë, ka prodhuar figura të shumta që sakrifikuan për ruajtjen dhe zhvillimin e saj. Një nga këta kolos ishte edhe atë Shtefan Gjeçovi, pishtar i kulturës dhe arsimit kombëtar. Ai ja kushtoi jetën zhvillimit të kulturës shqiptare, duke punuar në zonat më të thella dhe të varfëra të vendit. Stefan Gjeçovi lindi në Janjev të Kosovës më 12 korrekt. Pasi ndoqi kolegjin franceskan të Troshanit në vitin 1888, vazhdoi studimet në Bosnjë dhe Kroaci. Shërbeu si famullitar në shumë zona: Laçi i Kurbinit, Troshan, Gomsiçe, Gojan, Thet, Shalë, Shosh, si dhe në Pej, Gjakov, Prizren, Shkodër, Vlorë, Dorës dhe Zarë. Mori pjesë në kryengritja anti-osmane në fillim të shekullit 20. Dënoi ashpër politikat shkombëtarizuese të Serbisë dhe Malit të Zi, si dhe pushtimin austriak të trojeve shqiptare. Një nga misionet më fisnike të tij ishte hapja e shkollës së parë shqipe në zonën e Shalës, brenda kishës së Thetit. Qëllimi i tij ishte edukimi i shqiptarëve në gjuhën amtare dhe largimi nga përqendrimi i tepruar në gjuhët e huaja. Ai kritikante shqiptarët që përçmonin gjuhën shqipe duke vlerësuar më shumë gjuhët e huaja. Motoja e tij e njohur ishte feja është e mirë, përderisa nuk ndikon negativisht në kombin tonë. Me 14 korrekt 1924, atë Shtefan Gjeçovi u vra në zymë të Hasit nga policia serbe në Prit. U ekzekutua për shkak të kundërshtimit të okupimit serb dhe kontributit të tij të jashtëzakonshëm në arsimin shqip.